A e dini se presidenti i parë i Republikës Argentinës mund të kishte pasur origjinë shqiptare? Po, e keni dëgjuar mirë. Një shqiptar nga Himara me emrin Bartolomeo Mitre mund të ketë qenë njeriu që udhëhoqi për herë të parë Argentinën si shtet i bashkuar, duke u bërë një nga figurat më të rëndësishme të Amerikës Latine. Para se të vazhdojmë, pëlqejeni këtë video dhe abonohuni në kanalin ton Histori Epike nëse doni që të zbuloni më shumë histori të jashtëzakonshme që nuk i dëgjoni askund tjetër. Shqiptarët gjatë shekujve kanë lënë gjurmë të thella në shumë shtete të botës. Ata ishin udhëheqës në Egjipt, kryetar shtetësh në Rumani, Itali, Greqi e Turqi. Por ndoshta më pak dihet se edhe në Amerikën e Jugut, një shqiptar la emrin e tij në librat e historisë, një burr që themeloi dhe udhëhoqi shtetin e Argentinas. Bartolomeo Mitre Martinez lindi në qershor të vitit 1821 në Buenos Aires. Që në rini, ai dallohej për karakter të fortë, guxim dhe dëshirë për dije. Më vonë ai u bë ushtarak, shkrimtar, gazetar dhe politikan dhe përfundoi si presidenti i parë i Republikës Demokratike të Argentinës nga viti 1862 deri në vitin 1868. Në historinë e Argentinës, Mitre konsiderohet si kryetari i unitetit kombëtar, njeriu që arriti të bashkonte vendin pas dekadash përçarjesh dhe luftrash civile. Historiani shqiptar Arben Lalla sjell një zbulim befasues. Sipas kërkimeve të tij, familja e Bartolomeu Mitres nuk ishte greke, siç pretendojnë disa biograf perëndimor, por shqiptare nga Himara. Lalla tregon se familja Mitru ose Dimitru nga Himara u larguan nga dheu rreth vitit 1670 për të vendosur fillimisht në Venecia. Stërgjyshi i Bartolomeos quhej Dimitër Mitropoulos, një emër tipik shqiptar që më vonë u përshtat në Mitre. Me kalimin e kohës, për shkak të ndikimit të kishës greke dhe mungesës së institucioneve shqiptare ortodokse, shumë familje shqiptare deklaroheshin si greke në dokumentet e emigracionit. Por rënjet e tyre mbetën shqiptare dhe familja e Mitres është një shembull i qartë i këtij procesi të grekizimit të identitetit. Në moshën 15 vjeçare, Bartolomeu u largua nga Buenos Aires për të udhëtuar nëpër vende të ndryshme të Amerikës Latine. Nga viti 1836 deri më 1839 studioi në shkollën ushtarake, dega e artillerisë, ku fitoi gradën toger. Gjatë kësaj kohe botoi poezi dhe artikuj në gazeta të ndryshme të kontinentit, duke treguar talent si shkrimtar dhe intelektual. Në vitin 1841, ai u martua me Delfina Maria Luisa de Vedia y Perez, me të cilën pati 6 fëmijë. Për shkak të përplasjeve politike, ai u detyrua disa herë të mërgojë duke jetuar në Kili, Peru, Uruguay dhe Bolivi, ku ndërtoi lidhje me figura të rëndësishme të kohës. Arben Lalla thekson se familja Mitre kishte lidhje të ngushta me Vangel Zhapën, shqiptarin e njohur nga Labova, i cili u bë një ndër filantropët më të mëdhenj të shekullit 19. Kjo tregon se edhe pse në tokë të huaj, shqiptarët e diasporës mbanin kontakt dhe ndihmonin njëri tjetrin duke mbajtur gjallë frymën e origjinës. Në vitet 1850 Mitre shërbeu si ministër i jashtëm dhe ministër i mbrojtjes i provincave të Argentinës. Në vitin 1860 u zgjodh guvernator i Buenos Airesit. Dhe vetëm 2 vjet më vonë, në vitin 1862, arriti kulmin e karrierës. U bë presidenti i parë i Republikës Demokratike të Argentinës. Në mandatin e tij ai bashkoi vendin, modernizoi administratën dhe zhvilloi ekonominë, duke u bërë simbol i Shtetit të Bashkuar Argjentinas.
Përveç politikës, Mitre ishte edhe një figurë kulturore madhështore. Në vitin 1870 ai themeloi gazetën La Nación, që edhe sot mbetet një nga gazetat më të rëndësishme të Amerikës Latine. Ai themeloi gjithashtu Akademinë e Historisë së Argjentinës dhe botoi 2 vepra monumentale, Historia de Belgrano dhe Historia de San Martin. Libra që janë ende bazë studimeve historike të Argjentinës. Në vitin 1893, Mitre u shpall Grand Master i Lozhës së Madhe të Masonerisë së Argjentinës, ndërsa në vitin 1901 u bë antar nderi i saj. Ai ishte jo vetëm një lider politik, por edhe mendimtar filozofik, një figurë që ndikoi thellë në jetën intelektuale të vendit. Mitre ndoroi jetë në vitin 1906 dhe shtëpia e tij u kthye në Muzeun Mitre, ku ruhen dokumente, objekte personale dhe botime të gazetës që ai themeloi. Gazeta La Nación vazhdon edhe sot, e drejtuar nga pasardhësit e tij. Një trashëgimi që ka mbijetuar më shumë se një shekull. Historiani Arben Lalla thekson se është koha që studiuesit shqiptar të kërkojnë dhe të rivlerësojnë rënjet e personaliteteve botërore që kanë origjinë shqiptare. Ai shkruan: Himara s'ka qenë kur Greqi dhe s'ka pasur kur grek. Prandaj është e drejtë që të kërkojmë origjinën e vërtet të Bartolomeu Mitres. Dhe kur mendon se ky burr nga një familje shqiptare e Himarës arriti të udhëheqë një kontinent, kupton se gjaku shqiptar ka shkelur majat e botës dhe kur bota se dinte. Historia e Bartolomeu Mitres është dëshmi e fuqishme se shqiptari kudo që shkon, di të lërë gjurmë. Nga brigjet e Himarës, në zyrën e presidentit të Argjentinës, një rrugëtim i jashtëzakonshëm që tregon madhështinë e shpirtit ton. Nëse ju pëlqeu kjo histori, shkruani në komente mendimin tuaj për Bartolomeu Mitren dhe shqiptarët që kanë bërë histori në përbot. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.